Gjithashtu prej pasojave të gjunave është ajo që ka e quan Ibn Qayyim el-Jauziyje hirmanu ta'a, privimi dhe shmangja nga ibadeti. Gjunahet e pengojnë njeriu nga ibadeti, nuk e lën me i bëj ibadet. Andaj ti e gjen njeriu i cili ban gjuna e pengon pini ibadetit. Në qatë vakt që ka bëj gjuna ka mujt me bëj një punë të mirë, një ibadet, një adhurim. Në qatë vakt që ka bëj një mëkat ka mujt me mush me diçka që ka e kënaqë Allahu xhelel xhelalu. Mëkat pas mëkati, mëkat pas mëkati, derisa ju është mbush fleta e ditës së tina pa vepra të mira. Apo andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam i nxit të sahabët me fal namazin me rregull. Sepse njeriu ban gjunahe, po nuk i lajti këto, atëra ka mundësi mu mbledh prej mbeturinave të gjunave që çfarë veç xhenemi i lan. Ata çka ti mund sot me 2 recat me la, ka mundësi e pagun me xhenem. Ata çka sot ti me 2 pika lot e lan, ka mundësi e pagun me val të xhenemit. Zoti na ruaj nga xhenemi ya rabbel alamin. 2 lot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, 2 trupa nuk i djeg zjarri i xhenemit. 2 trupa nuk i djeg zjarri i xhenemit. I pari kusho, ai i cili këmbët e tij janë pluhros, duke e kaloru kalin e tij në rrugt të Allahu xhelel xhelalu. I pari, ai që i ka përli këmbët e tij me pluhën, të e mbrojt fenë e Zotit, ai nuk e kap xhenemin. Dhe i dyti, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një njeri i cili rrin vet në dhomën e vet, ka qellu veç i kujtohet Allahu xhelel xhelalu edhe i bie loti. Ka thënë alayhi salatu wassalam që do 2 njerëz si kap zjarri i xhenemit. Allahu na bëf fitore ya rabbel alamin. 2 pika lot, nëse ti nuk i qet këtë dunja, në ahiret me çka duhesh mi pagujt? Atëherë në ahiret me kajt, derisa ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të kajnë banorët e zjarrit, derisa do të bëhet prej lumit të tyre anija me ecën to me gjak, por nuk ju ban dobi. Pse? Sa ti është bizorit. Këtu kanë prej qefit, këtu kanë prej tutës bizotit subhanahu wa taala.